rehati është ajo qetësia që na tundon çdo ditë të mos ngrihemi nga vendi. Por le të themi të vërtetën. Rehatia, kur zgjatet, bëhet burgu më i sigurt i potencialit tonë. Ne jemi kriju për të rritur dhe jo për të qëndruar në vend. Dhe e dini cila është e vërteta e frikshme? Nuk është dështimi, kur ne përpiqemi të bëjmë diçka dhe nuk ja dalim. Por është faji që ne ndjejmë brenda nesh, kur e dim se mund të kishim shkuar më tej, por ne zgjodhëm të rinim aty, pa lëvizur. Çdo ditë që ti zgjedh rrugën e lehtë, po i jep mundësinë dikujt tjetër ta kapi ato që mund të ishte e jotja. Dhe kjo nuk është mençuri, por është vetë sabotazh. Prandaj po ju them sot me gjithë shpirt, zgjidhni guximin mbi rehatina, sepse ne kemi një mision, dhe misioni është që të lëvizim, të ndryshojmë, të krijojmë, dhe rruga e vetme për këtë është të zgjedhim rritjen, edhe kur ajo është e pakëndshme. Përballojeni pra këtë vështirësi. Mësojeni këtë aftësi të re që po ju të meron tani. Ngrihuni në ator ku ju urreni të ngriheni, sepse lodhja që vjen nga disiplina nuk është asgjë po ta krahasosh me dhimbjen që të krijon ai mendimi se çfarë bëre ti me jetën tënde. Kur ne e pranojmë sfidën dhe dalim jashtë kësaj zonës së rehatis, është njësoj si kur ne votojmë për veten tonë, për njeriun që ne duam të bëhemi. Mos prisni pra mençuri, mos prisni kushte perfekte, por koha është tani dhe mos u mendoni shumë. Zgjidhni guximin, shkoni dhe ndërtoni diçka që t'jeni krenar për veten tuaj. Ju falenderoj shumë që më ndiqni, uroj që sot të kaloni një ditë të mirë dhe të keni kudo mbarësi. Shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.